Qeveria miratoi vendim për vazhdimin e afatit të gjendjes së krizës për shkak të mundësisë së çrregullimeve në furnizimin me naftë dhe derivateve të naftës. Gjendja e krizës zgjatet nga 21 korriku deri më 20 tetor, me çka, siç thon nga qeveria, sigurohet vazhdimësia në veprimin institucional dhe ndërmarrja në kohë e masave nëse ndodhin çrregullime në furnizimin ose goditje të konsiderueshme të çmimeve në tregjet ndërkombëtare të naftës dhe derivateve të saj. Pas harmonizimit të vendimit në kuadër të procedurave qeveritare, ai do t'i dërgohet kuvendit për shqyrtim dhe miratim në përputhje me kompetencat ligjore. Qëllimi i këtij vendimi është që qeveria të ketë në dispozicion një mekanizëm të përshtatshëm juridik për reagim të shpejtë dhe efikas, me qëllim ruajtjen e stabilitetit në furnizim, zbutjen e pasojave nga çrregullimet e mundshme në treg dhe mbrojtjen e interesave dhe standardit jetësor të qytetarëve dhe ekonomisë. Gjatë 10 ditëve të fundit, çmimi i naftës në bursat botërore është rritur sërish. Nafta e tipit Brent, me të cilën furnizohet edhe Maqedonia, ka kaluar $80 për fuqi, ndërsa arsyeja është rinisja e konfliktit mes SBA-s dhe Iranit. Pas disa ditësh armpushim, pasuan sulme të reja dhe ndërprerje të qarkullimit të anijeve në ngushticën e Hormuzit, përmes së cilës kalon rreth 20% të konsumit botëror të naftës. Të hënën e kaluar, çmimi i dizelit në vend u rrit me 5.5 denar për litër, ndërsa duke pasur parasysh rritjet në bursat botërore, pritet që edhe të hënën e ardhshme çmimi të vazhdojë të rritet. Pikërisht rritja e çmimit të derivateve të naftës ka ndikuar edhe në rritjen e çmimeve në shitjen e ushqimit me pakicë në Maqedoni. Megjithatë, në këtë fushë nuk do të ketë masa, të paktën kështu deklaroi ministri i ekonomisë Besar Durmishi. Kontrola, to što kažemo дека od Državnog pazarnog inspektorijat sme napravili kontrola za 700 proizvodi, каде што податоците од Државен пазарен инспекторијат за над 700 производи покажуваат дека во период од мај 2025 година до мај 2026 година просечните набавни цени кај основните прехранбени производи, средствата за хигиена и производите се зголемени за 2,66%, додека prosečните продажни цени пораснале за 4,56%. Тоа значи дека дел од растот на малопродажните цени на прехранбените производи и другите производи се зголемува поради бруто профитната маржа кој што одредени трговци ја зголемиле оваа година, односно Ai paralemroi se nëse evidentohen sjellje devijuese ose rritje të pajustifikuara të çmimeve, institucionet do të ndërhyjnë me masat përkatëse. Durmishi njëkohësisht njoftoi se të hënën do të zhvillojnë takime prodhuesit dhe distributorët e produkteve ushqimore dhe jo ushqimore.